kyer të bardhi, unë mendoj që paqëndrueshmëria e tij politike, dhe këtu flas politike publike, është një ndër eksponentët e pakt që në 4-5 vite ka mbajtur qëndrime diametralisht të kundërshme. Kujton shtonte për Berishën, pro Bashës, sot me Berishën kundër Bashës etj. Besoj që ka ndikuar, por në zonën ku ai kërkonte të përfaqësonte demokratët, ishte një minus shumë të madh ndaj Belinda Ballukut, që ka qenë shumë konsistente në të gjithë mënyrën se si ka bërë politik në gjithë këto vite. Po, madje Belinda Balluku, një dalje të saj në Top Kanal me zonjën Duma dhe zotin Curri u shpreh që shkolla ime politike, thash Edi Rama, ndërsa mentori im tha në raport me strukturën dhe me të gjithë mënyrën se si mbahet, tha struktura, kontakti me njerëzit dhe çdo raporti tjetër njerëzor, zoti tha Gramon Zuruçi. Kështu që shkolla politike e Belindës që ka Edi Rama i miksuar me Gramon Zuruçin. Ajo çka unë besoj Marsit, ndjes sepse jam duke shkruar vetëm një email, më kërkon ndjes, është kjo, që me shumë gjasa ambicia e Belinda Ballukut, kjo ka qenë dhe Erion Veliajt, pa diskutim fare, është që në momentin që Edi Rama të vendosi të ndryshojë kushtetutën dhe të bëhet minimalisht president në nivelin e Macronit për fuqi, apo pse jo, si thot, mi pejoni për bashkë këtë fantastik Çani, një mbret pa nevojë për zgjedhje. Që e përshëndesim. Belinda, që e përshëndesim, është gjithmonë 5 hapa para tjerëve në mënyrën se si bën diskutime politike. Belinda, me sa duket kërkon të jetë e para e vendit mes njerëzve të zakonshëm. Sepse Rama ka shkuar në nivelin njeriu të pazakonshëm. Dhe nuk besoj që ka pasur një luftë politike të drejtë për drejtë në Erion Veliaj. Por fakti që, për fatin e tij të keq, Erion Veliaj është i prezumuar ende i pafajshëm, por është mbrapa ekurave të burgut, ja bën më të thjesht këtë rrodim Belindës. Sepse ajo kërkon që në vitin 2030, në një Shqipëri që mund të shkuar në Bashkimin Evropian, të jetë numri 1 i Partisë Socialiste, duke supozuar që Edi Rama do të jetë numri 1 gjithë shqiptarëve. Qartë. Diçka tjetër që do të shtoja është edhe surpriza në raport me listat e hapura që të ishte kaq i ulët numri kotave për të futur ata në parlament. Tani, çfarë ndodh që votat e këtyre i marrin deputetët e listës së mbyllur, të cilët nuk kanë punuar një ditë. Dhe në qarkun e Tiranës për shembull dihen emrat se kush janë deputetë që pothuajse s'kan dalë nga shtëpia. Edi Paloka, Albana Vokshi, Josefina Topalli. Tani, mund ma thuash se si mund të qëndroj zëri brenda partisë dhe po ashtu angazhimi publik, ndërkohë që vota s'ka raport të drejtë konstitucional. Pse? Sepse punon tjetër kush dhe ha tjetër kush. Dhe ka pas drejt Mysy Murrizi kur i thoshte ato anekdotat që punojnë sklevrit edhe hajnë bejlerat. Lista e hapur me listën e mbyllur. Po, ta bësh një gjë të tillë. Çfarë gjë? Kjo gjë ndodhi vetëm dhe te Partia Demokratike, vëlla. Po pse te Partia Socialiste nuk ka që s'kan dalë fare fushat, ë? Ja ta thamon, Risto Arasi, që është tek lista e mbyllur e Partisë Socialiste, po marr një shembull, ka 4 vite që pothuajse çdo të njëjtë, në mënyrën e saj me integritet, bën fushat në mikro, në makro për Partinë Socialiste. Po. Ndërkohë që intelektualët e Partisë Demokratike në listën e mbyllur, Tedi Blushi bie fjala, miku im, kam punuar me të një gazetë, nuk bërë... Ka qenë gazetar sportiv dhe Tedi? Ka qenë gazetar sportiv? Kam qenë gazetar sportiv e ishte gazetari politikës. Okej. Dhe Tedi Blushi në këto 4 vite bëri fushat për të mbrojtur interesat e Ilir Metës, jo për Partinë Demokratike. Erisa Xhixha, njëjta gjë. Daljet e tyre në televizive prodhuan vota vetëm për ish LSI-n. E parë në këtë këndvështrim, unë mendoj që në mënyrë të padukshme, lista e PS-s, ajo e mbyllur, në një farë mënyrë e ka bërë detyrën e vet. Mos harrojmë dhe një gjë, që në listën e hapur të Partisë Socialiste janë njerëz me influenca, ministra, ish-ministra, njerëz që në 10 vitet e fundit e kanë forcuar kontributin e tyre në qytet dhe kanë pasur më të thjesht për të mbledhur vota. Megjithatë, nuk dua tani që të bëj
sulme ndaj opozitës, sepse shumë shpejt për ta bërë gjë të tillë, Po, sepse dhe raporti i Odirit i referoi disa probleme që edhe unë i di që më dalin në sondazhet që bëj, por për zotin e madh, kur shoh që Sali Berisha vë kokë për kokë për lojtarin e shtesë, po do fusin pjesë dytë, Jorida Tabaku dhe Ilir Rahmetin, njerëz që po t'i kishte Edi Rama do kishte marrë dhe 2 mandate tjera, po, ai qoftë. Pra këta 2 njerëz duhet ishin on top, duhet ishin për krah ti në fushat. Njëri majtas, tjetri djathtas. Sepse kanë njerëz kudo që shkojnë në qytetin e Tiranës, Gjergje, super integritet. Gjergje, konfigurimi është ky. Çfarë duhet të ndodhë tashmë me opozitën në kuptimin ose në mendimin tënd politik? Ashtu siç e kupton ti politikën. Jo s'kem futbolli, por për afërsi s'kem e tjerë. Një trajner I cili një kampionat, duhet të japi dorëheqjen? Ose duhet shkarkuar Marsid. Po kush ta shkarkoj? Pra, ky është problemi, sepse në partitë tona, Po, në atë demokratike, për shembull, po, presidenti është dhe drejtor sportiv, është dhe trajner. po. I shkarkoj vetëm vëlla. Po patjetër, ndërkohë që në futboll është trajneri I cili shkarkohet. Në qoftë se mendimi im personal, në qoftë se Sali Berisha e do Partinë Demokratike, Po, duhet kuptoj që pas kaq shumë humbje radhazi, për fajin e tij ndoshta dhe jo, për forcën e Ramës dhe të sistemit, për dobësinë e Bashkës dhe për interesat e ndërkombëtarëve, po, por një popull që ndoshta në përgjithësi është I majt, po, I pranoj gjitha këta, po, duhet të largohet. E bëri një në 2013-ën, mori respektin e gjithë shqiptarëve. U kthye me idenë që do ta ribashkonte opozitën, po. dhe shifrat më thonë që opozita është më përçarë se ka. Se kur. E pe deklaratën e Edi Ramës, atë po shikoj tashmë. Po shikoj një video të Berishës, po do e komentoj më pas, në një takim me të gjithë kandidatët e listës për deputet të Tiranës dhe një pjesë të atyre që janë të rretheve të tjera. Vija re, po ve re që të gjithë I rinë gati tu, por dua të lejë të Rama, duke në tubimin që organizoi dje, në cilin këndoi edhe këngë me Noizin, u përqafua dhe me qytetarët, foli dhe për prindit e tij të ndjerë, të cilët e shikojnë me krenari nga lart. Pati një folur tamam si ajo që ne dyshojmë. Njësoj sikur ai po përgatitet për të qenë jo thjesht kryeministri I këtij vendi, po përfaqësuesi çdo qytetari pra në një lloj forme le ta themi mbreti I këtij vendi ose princi. Rama, ku e gjen guximin? Jo, më fal, që ka këtë vetbesim. Pra, ajo që unë dua të them është kjo, e kam thënë dhe dje tek emisioni Zonë e Lirë. Nëse kemi thënë që frika krijon perëndi, guximi krijon kambretar. Rama ka treguar guximin e madh për të qenë mbret de facto, që në momentin që pasqyrimi për të është një paprekshëm nga Spaku, I paprekshëm nga drejtësia, I paprekshëm nga bota krimit, I paprekshëm nga kontradita brenda partisë të tij ose grupe të cilat mund të duan ta përjashtojnë, I paprekshëm ku dëgjon nga kundërshtarët. Tani, ideja është që në qoftë se nuk ka përballë një opozitë konstruktive me një alternativë shumë herë më të mirë se ai, cili është kuptimi tashmë I zgjedhjeve të ardhshme dhe I sondazheve? Ja pse duhet bësh ti sondazh? Qofse Partia Demokratike do të njëjta, e kemi kënaqësi të bësh sondazh për shembull? Në zgjedhjet bashkiake që do jenë mas 2 vjetësh. Patjetër që jo, sepse ka dhe një problem tjetër me këtë sondazhe. Çfarë është problemi? Këtë do ta them të parë. Unë nuk kam mundësi që me të njëjtën metodik, me të njëjtin kampion, Po? me të njëjtin sistem, me të njëjtët partnerë të metës, Facebook dhe Instagram, unë të gjej në kokë 34.6% votën popullore të PD-s. Të gjej në kokë votën të Ndoshit. Të gjej në kokë votën e Lapajt. Deri Dikuqorit. Dhe mos gjetën vetëm 2 vota, mos gjetën vetëm 2 vota popullore. PS-n dhe Goshen. Po. Kjo do të thotë që minimalisht 7 deri në 8% të fitoreve të këtyre 2 partive ka ndodhur si pasojë e shfrytëzimit të gjithë seteve dhe faktorit fushëtimi në futboll. Do fitonin gjithsesi, por në mosdeshja do ishte 2-0, mendimën pak të gjyqtarit, dhe duke blerë ndaj lojtarë kundërshtar shko dhe 4-0.
por për të kthyer asaj që është gjë më serioze. Ka vetëm një mënyrë, sipas këndvështrimit tim, se si Partia Demokratike të jetë sërish dominante në jetën politike në vend. Përveç se kam një pyetje se të lutem. Po Lulzim Basha ku ndodhet? Pse doli kaq keq të zgjedhje? Sepse edhe ti kishe parashikuar një përqindje më të si ka mundësi që shkojë në këto kuota? Po Luli nuk mori dot as 20% votave të partive të veta. Dhe s'ka sondazh në botë. Ore politikisht, pse doli Lulzim Basha kaq dobët, Gjergj? Po shiko, Luli ka pas dy kundërshtar shumë fort në gjithë këto 10 vite. Po brendshëm dhe të jashtë. Po. Edi Rama për izë vërtetës e ka sakatu. E ka intimido. Po. E ka punë në nivele të pallogaritshme. E ka vënë gjumë. Pra ka mund të vjeti burg gjumë, ik flida i flente. Po. Po sikur mos mjaftoj kjo, po, ka pasur depresionin e brendshëm. Berishën, që ishte shumë i egër. Nëse nga Rama ai kishte intimidoi, nga Berisha ai kishte frikë. Dhe i futën si Big Brother, pra ku ka qenë atëherë Luiz Di Maoltën, po, maestro po themi, po, fut njëri, fut tjetri, dhe në fund dele dhe nuk kupton ku shkove. Kjo tregon që ai person nuk ka karakter politik. Dhe me gjitha të, ato 10.000, 12.000, 15.000 vota që ka marrë rang republike, nëse do ishin pjesë e një koalicionit të madh opozitar, mund të ishin përcaktuese për mandatin e 71 të opozitës. Kështu që në të ardhmen, të gjitha ata që mendojnë që do rikompozojnë opozitën, nuk duhet të tallen me askënd, nuk duhet të injorojnë askënd, po duhet të bëjnë të gjithë bashk nëse duan ta mundi Ramën. Sepse Rama në vitin 2013 bëri koalicion me 18 parti për te LSI-s. Dhe e dini pse e bëri këtë? Sepse jeta politike i dha një mësim në 2011-ën. Rama e ka humbur partinë qytetin e Tiranës për zyrtarisht afër për 300-400 vota. Pavarësisht çfarë ndodhi. Dhe ndërkohë që Partia Komuniste doli me Justin Molloshin dhe mori 1500 vota. Dhe Rama aty kujtohet që në politik nuk duhet të tallesh me askënd. Sidomos me ata të cilët mund të dhurojnë fitoren në minutën e fundit. Qartë. Dëgjoj Gjergji, ajo që mua më shqetëson tashmë, dhe që është realisht shqetësim i madh, është pikërisht perceptimi politik që ka leadershipi PD sot. Ore për shembull e them që nuk dorhiqet doktori. I thot atyre na vodhën zgjedhjet me tren bullgar, me krim, me media, me patronazhist, me administratë publike, dakord. E zem që është kjo. Më po cila është karta që pse duhet të ri? Do me thënë si do e mundi radhën e harqme mas 2 vjetës, trenin bulgar, se ka 4 zgjidhje që nuk ka mundur dot. Dakord e zem që kjo është. Po është edhe në pyetja direkte, ore ti ke 3 herë që s'po i mund dot as trenat bulgar, as patronazhistët, as bandat e kokat e krimit, as drejtorët e administratës publike. Çak do kesh herë në ardhshme që do i mundësh eksperiencën e 3 humbjeve të mëparshme? Ktu është e gjithë çështja. Me çfarë perceptimi të brendshëm, lista e deputetëve të zgjedhur pranon që zoti Berisha të jetë akoma kryetari i tyre. Ore ku shpresa që kanë? Apo thjesht duan të kënaqin Berishën? Shiko, Marsit, ka vetëm një mënyrë që kjo gjëja të ndodhë dhe të ndryshojë. Dhe kjo nuk mund të ndodhë nga Berisha. Berisha është konstatuar në politikën shqiptare si njëri shumë kokëfort. Si dhe Rama fundja për Rama është pushtet. Ka një mënyrë që një bërtham shëndetshme e Partisë Demokratike, Ilir Edemeti, Jorita Tabaku, Reshtik Çollaku, mos gaboj, e pres edhe nga Belindi, pavarësisht se Belindi është i Salës praktikisht. Si i Salës? Grup ish intelektualësh. Është i adoptuar politikisht do thuash? Belin Këlliçi është në PD është një nga të preferuarit e Berishës, pra. Nuk ka moral që ai të dalë kundër. I përshëndesim dhe punëtorët e fushës se janë. Ore, është i adoptuar politik, i përshëndesim me shumë dashuri. Belin Këlliçi po më thua që është djali adoptuar politik i Berishës, se thjesht i Berishës. Ja vure këtë emrin, si ja vure, por Belindi patjetër ka qenë drejtues i forumit rinor shumë kohë të Berishës. Është njëri që ka prirje berishiste dhe mirë bën me atë politik ka vendosur. Ore, dëgjoj se kjo është e bukur. Ore, si ka mundësi që Berisha prej herë zgjedh si regjent, ose si pasues të tij, ose si figura që ti suporton, këta që duken si djem të mirë që mund të dojë çdo vjerë shqiptare për vajzat e veta, por nuk i do vetëm antarësia PD. Nuk do të dalin nga varka.
do të drejtojnë në heshtje. Dhe ja kanë zi jetën Lulzim Bashës. Ja kanë zi. Si nëse i qetësh Basha, me bluzë, knaq, ja kanë zi jetën. Duket më Basha tipi deri djaloshit që tashmë po kalon adoleshencën, jam dakord e kam thënë unë. Po shumë mirë më burr, po shumë mirë mori Është tipike historia e djalit i cili shkëputet nga prindrit, se shkon në shkollë të lartë edhe shpërthen me hip hop, me rap. E ka detyruar të veshi për ditë kostum, por Basha s'do me vesh kostum. Po e di. Ora nuk mund të bësh një gjë jashtë natyrës tënde. Po. Është pa mundur. Tani për të rikthyer diskutimin. Duhet që një frymë e brendshme e PD-s, intelektuale, lej këto flamur, lokat e di pa lokat e këto këta janë kamikaz për këtë. Ore Sarova, e dëgjova se 70 Dash Sula e tha dhe te emisionet tonë lirë dhe emisionet tjera. Kur unë tha kam vajtur deputet në vitin 2001, Flamur Noka na e tha dhe në emisionin kafe pasaj, ka qenë marangozi PD-s, ta dhe merrej me flamurët. Jo e kam thënë si zhvante flamur, ta them dhe ja kam thënë. Kështu është jeta tash, dhe Elisa Spiropali marangoze ka qenë ДПС, është kryetare e Kuvendit. Po, e kupton pse është në këtë standard politika. Dashi ka Dashi është oligark. Kemi respekt për profesionin e marangozit më. Përkundër. Po është ideja e perceptimit, pra Flamur Noka e ka llogarin vlla, njësoj si marangozi që duhet të presi drurin dhe t'i japi formë caktuar, ashtu e mendon që bëhet dhe politika. Prandaj është aq e ashpër. Se mendon që druri ka dhënë nga xheneti. Dashi ka qenë zyrtarisht huligan. Huligan i futboll. Kur vite Dashi në stadium, super njeri, shumë mik. Po. Vetëm kishte sindromën e huliganit. Futej në stadium, të sindromet kanë kështu, mjek, politikan. Ka shumë njerëz që kanë të sindrom. Bëhesh huligan. Po. Dhe Dashi është interesant se një vetë. Huligan është dhe politik Dashi, mos është problemi ke Dashi, unë kam hallin te Flamuri. Dashi s'është më vlla në parlament. Shiko, ka vetëm një mënyrë që Partia Demokratike. Se unë tash po kuptoj pse Flamur Noka e ka luftën me kariget. E pasa nga profesioni i vjetër. Tani ti marrësit ke arsyet e tua dhe unë mendoj që ti duhet të jesh pjesë e ardhmës Partisë Demokratike. Dhe patjetër që në mënyrë të pandërgjeshme ti e sulmon klasën e vjetër se kërkon një vend të ri, vend që e meriton për izolitetës, por unë nuk e kam këtë interes dhe nuk mund të ta përkrah këtë ide. Unë në qoftë se